Jeton në Island falas, udhëton nëpër botë me shoqen, shokun, merr $4,000 në muaj, puna e ëndrave. Shumë prej nesh planifikojmë pushimet, që do të thotë po planifikojmë si të prishin kursimet. Ju mund të tregojeni më të zgjuar dhe paguheni për të pushuar. Linja ajrore është në kërkim të dy shokëve, e shoqeve të ngushta që duan të udhtojnë botën bashkë këtë verë, të bëjnë foto dhe video dhe të paguhen për gjitha këto. Aplikimet u hapën dhe të gjithë mund të aplikojnë deri në 14 maj. Në faqen zyrtare thuhet se kërkojnë një dyshe argëtuese që mendojnë gjëra të mëdha. Aplikantët e përzgjedhur do të shpërngulen në Island nga 1 qershori deri në 15 gusht, ku do të marrin pagesa mujore dhe do të jetojnë në një apartament në qendër të Reykjavikut. Dysha fituese do të përdorë apartamentin si bazë nga i cili do të nisen për udhëtimet në Europë, Amerikën e Veriut dhe gjithë Islandën. Fituesit madje mund t'i zgjedhin vetë vendet që duan të vizitojnë. Secili udhëtar do të paguhet $4,000 për muaj si shtesë e apartamentit, transportit dhe tureve të mbuluara. Shpenzimet e udhëtimit do të qëndronin kur dyshja të udhtojnë në shtete të tjera, do të mbulohen gjithashtu nga linja ajrore. Dyshes fituese do t'i kërkohet të dokumentojë udhëtimet me anë të videove të shkurtra dhe duke shkruar këshilla udhëtimi për dëgjuesit. Gjithçka do të filmohet, fotografohet dhe shkruhet gjatë verës nga aplikantët e suksesshëm që do të publikohet në faqen zyrtare. Për të aplikuar duhet të filmoni një video guid 2 minutë të qytetit tuaj dhe ta ngarkoni në këtë faqe bashkë me të dhënat të tjera generale. Konkursi është i hapur për të gjithë. Fituesit shpallen në 18 maj.